ka shumë rivalitet brenda. Edhe atëherë ka pas në lidhja demokratike, domethënë strukturat e LDK-s kanë qenë pak knoquna me Lumer Abdixhikun edhe në atë kohë. Ka qenë Vjosa Osmani që i ka nimu me ndikimin e saj të disa deg, se dhe atëherë për pak vota pa të fitu, votbesimin e pa të marrë për me vazhdu. Lumer Abdixhik, për pak vota, zi sa kanë qenë nga 300-136 kanë qenë që të... Një degë e gjysë kanë qenë ma shumë. Po, ai du me folë për që të vota se shumë gabim ato projektu në opinion pushtet. Kështu që në fakt atëherë është dashur më e Lumer Abdixhiku, tash ma zgjedhjeve shtatë qershorit, ky mos ka çka rrin aty. Ky është e majt peng lidhjen demokratike të Kosovës, është të kriju pa nevojë probleme edhe të lashe mbrana lidhjes demokratike të Kosovës, një parti e cila, për një me këto që tha Fidani Pajtona, plotësisht që një parti demokratike ka tregu mas vdekjes kryetarit Ibrahim Rogova, ka tregu që ka demokraci të mbrëmshme, ka garë të mbrëmshme, ka rivalitet të mbrëmshëm, po në fund prap ja kanë dalë. Prap kanë pas, ja kanë rimarr veten edhe kanë ecë përpara. Unë më habit vetë fakti që kë insiston me met kryetari i partisë, me tonë ato dështime, me tonë ato ramje të LDK-s vazhdimisht në kohën e tij, unë mendoj se sa më shpejt që është e mundur duhet delegat të LDK-s. Ti e tha pak më herët që në 300 delegat janë, kështu realisht janë 300 delegat, 146 nëse janë për me thirr kuvendin, e kanë thirr kuvendin, unë besoj që më shumë se 200 vetë kanë me votu shkarkimin e tij. Ka me pas në ashtë atë këtu në një, po unë mendoj që Lumer Abdixhiku duhet sa më shpejt që është mundur me shkarku LDK, duhet me shkarku Lumer Abdixhikun. Vetë fakti që lëvizja vetë vendosje insiston me pas Lumer Abdixhikun aty, që po dënë ma shumë argument. Se kush që thotë që po insiston? Po vazhdimisht të krejt strukturat më të nalta të lëvizjes vetë vendosje, të në kohën bojnë propagandë e fajsojnë Partinë Demokratike të Kosovës, e cila është deklaru publikisht që po metet